shumë e ndërlikuar kjo pjesë, nuk ka qenë një vendim vetëm i juaj, shoqë është një marrëdhënie akoma që ka shumë pikpyetje, por të kalojmë pak në fazat e tjera të jetës tënde. Ke nisur një njohje tjetër, ke pasur një partner, pas sa vitesh dhe mund të kemi më shumë detaje? Po, patjetër. Duke u larguar nga lidhja familjare, me bashkëshortin, domethënë, duke shkëputur marrëdhënien, isha shumë e ngarkuar emocionalisht. Jam një person që nuk kërkoj shumë kollaj ndihmë. Dhe mund edhe të gaboj. Edhe kam gabuar. Fatkeqësisht, ishte një lidhje shumë toksike. Një lidhje cila më shkatroi. Më erdhi me tjetër imazh, një tip shumë i qetë, shumë i kuptueshëm, një tip manipuluesi. Referimi i atij personi ka qenë shumë i gabuar. Si u njohe me ta? Në çfarë moshe? Sa vite pas ndarjes në fakt dhe ti ke qenë e gjykuar dhe nga mentaliteti njëkohësisht? Një vit gati, rreth një vit. Unë kam qenë shumë në rrjete sociale, dikur në TikTok, në kohët e koronës, e ishte edhe faza e këngës parë që kishte dalë, edhe doja me do e mos që unë të bësha publike. Domethënë me forcat e mia, se publike mund të bësh në çdo lloj mënyre, po mvaret se si të merr fama. Dhe unë nuk jam shtyr kur që të bëhem me famoze direkt, por kam dashur gjithmonë të iki step by step edhe me forcat e mia. Dhe aty në TikTok më vjen dhe më prezantohet që jemi nga i njëjti vend. Pa ta refuzuar herën e parë, mbas 5-6 muajve pastaj nuk e di, në live-in tim erdhi prapë sërish, dhe aty filloi ajo me shaka, ishim shok, edhe u krijoi një lidhje emocionale, në cilën në 2023-shin ne vazhduam këtë lidhje, dhe e mallkoj ditën që e kam njohur. Unë jam shumë e rrëmbyshme në ndjenjat e mia. Dhe kam një veti të keqe. Besoj shumë njerëzve, sepse mendoj janë si unë. I besova një mashtruesi, një manipuluesi, i cili nuk duhet të jetoje në këtë rrezullin toksor, në ato çfarë ka bërë në mua. Sepse sot, zotëri, jam e gjykuar për hir të situatave të tua dhe jo të mia. Sepse ne jemi një familje me tradita, por edhe me karakter. Dhe ti më nxorë jashtë karakterit tim. Do kalojmë pak në detaje më shumë, se si e njohur, se këtu ka marrë edhe shkak gjithë krijimtaria jote artistike, apo ja? Besoj këtu ka nis drama i jetës tënde. Por karrierën time e kisha filluar para se të njoh me këtë, dhe pikërisht ky donte famë nga mua. Ky ka ardhur me çfarë kam kuptuar gjatë gjithë 3 viteve e gjys, deri në maj, me 2 maj, ka qenë dita e fundit që unë kam pas kontakt me atë mashkull. Ky ka ardhur për një arsye në jetën time, dhe unë kam shumë paqartësi akoma dhe bisedoj me njerëz që janë shumë intelektual, dhe unë dyshoj vetëm në 2 gjëra. Ai person ka ardhur për një arsye në jetën time. Unë nuk jam turur kur, dhe nuk jam materialiste si femër. Nëse ka ardhur ai për të marrë famë nga mua. Çfarë famë kishe ti atëherë? Kisha filluar këngën, këndoja unë
kisha filluar gati 2 vite, dhe ky person u tregu si u tregua, më kisha dhënë që në fillim të lidhjes 2-3 shkaqe të vogla, domethënë një rast që i pata vajtur dhe gjëja nuk ishte ke shtëpia dhe më në fund ishte ke shtëpia dhe asnjëherë, dhe shqyr Zotit, i lutem Zotit që kam bërë gjën më të bukur që nuk kam bashkëtuar. I kam fal gjithçka në jetë, ja kam fal një njeriu të gabuar dhe jam shumë e vramë shpirtërisht për këtë gjë që ja kam dhënë, dashurinë të cilën mendoja se ishte një dashuri reale, por në dashuri unë besoj se luftojnë të dy palët dhe jo vetëm njëra palë. Ai nuk bëri absolutisht asnjë gjë në jetën në këtë marrëdhënie, veç se më shkatroi, më dha 3 vite gjys lot dhe nervozizëm. Qartë. Ne duam të kuptojmë pak nga ka lindur motivi i këngës Abuzues. Të një tekst që e ke shkruar vetë me duart e tua, dhe kush e di sa lot ke derdhur për ta. Atëherë, ky tekst është shkruar vjet, po në prill. Në prill të 2024-s, unë kam humbur nga abuzimi i tij shtatzanin. Çfarë abuzimi, Ori? Mund të ndash më shumë, unë e di është shumë e vështirë të flasësh për këtë pjesë, por është momenti të flasësh. Jo, unë do flas, unë kam thënë që këtë podcast do flas dhe të ngjohet zëri im për shumë arsye. Pikëpari për gjykimet para gjykimet, të cilat nuk më bezdisin, por do t'ju le t'ju kuptoj gjithve ju paragjykuesit dhe gjykuesit që gjykoni dhe akuzoni persona të cilët nuk ju dini fare historinë e jetës dhe nga se ka lindur ky nervozizëm dhe fjalë banale, të cilat unë realisht që kam përdorur në rrjetet sociale dhe arsyeja ka qenë pikërisht ai, por thuaje. Si i abuzuar nga ky person? Ky person gënjente jashtë mase. Unë jam tip shumë i drejtë, jo i drejtë në budalla, e dua njeriu pa hile, dhe nuk i bëm brapa shpine. Sido që të jetë ai person. Përfitoj nga mirësia ime, mori pikat kyçe, mori pikat më të dobta edhe mi përdori. Ky person më ka abuzuar në mënyrën më brutale. Të sakatohesh në gjithë pjesët e trupit. Patjetër që po. Patjetër që po. Goditje në frakturë. Ku ka ndodhur? Si ka ndodhur kjo? Para sa kohësh? Në 2024, në mars ka ndodhur, por gradualisht shtatzania u ndërpre. Dhe nga njëra anë, nuk ka dashur Zoti që unë t'jem me atë person. Dhe unë kam bërë gabimin më fatal të jetës time, që nuk e kam darë në atë moment. Por e lash akoma, e lash 2 vite. Pse tolerove këtë situatë? Kam një pikpyetje në vetvete, pse? Nuk mund ta konceptoj. E doje, kishe frikë, cila është arsyeja që ti vazhdove dhe 2 vite tjera për post dhunës? Frikë nuk kam pasur asnjëherë. Unë atë person i besova në fillime, e dashurova,
narcisisti të jep komplet një pikpamje tjetër në fillim, derisa të thithi dhe të bëj për vete. Mua më kishte bërë për vete. Dhe ai këtë gjë e mori e futi në xhep dhe tha këtë e kam timen. Që kështu këtë do t'i bëj atë që dua unë. Dhe përfitoj. Për cilën ishte arsyeja e dhunës? Arsye e dhunës, gënjeshtra të cilat, jo, absolutisht. Xhelozi, edhe nëse do kishte për të krijuar sherrin e vet, për të mbuluar e për të kamufluar gjërat e tija. Nga ana ime, jo vetëm ai, po askush nuk ka ngrënë gënjeshtër nga ana ime në jetë. Jo, fakti që unë isha shumë e drejt për drejt dhe e kapja nga gjuha për çdo lloj situate dhe ndihesh në momente shumë të vështira për të dhënë përgjigje. Dhe kjo gjë e lodhi atë. E lodhi dhe po fillonte dhe po e kthente në luftë. Po ma bënte luftë psikologjike dhe nëse sepse donte të më shikonte të shkatruar. Ai person nuk është i gëzuar me asnjë lloj gjëje që un kam arritur në 3 vite lidhje me atë, nuk më ka thënë kurrë suksese. Këtë pjesë të rrëfimit dhe të historisë së Orit do ta vazhdojmë në këtë ambient të bukur. Ore, ne do të rrëfejmë një pjesë shumë sensitive tani të jetës tënde, shumë të rëndësishme nga ku buron edhe gjithë krijimtaria artistike jote. Lodhje psikologjike shumë, jashtëmase. Një ndjesi që doja t'u largoja këtu e 1 vit e gjys përpara dhe nuk e merja dot atë guximin për të ndaluar këtë lidhje. Domethënë logjika thoshte nuk është personi i duhur në jetën tënde, mirë po zemra nuk më linde. Dhe kjo gjë zgjati, në cilën gjatë 1 viti e gjysi, domethënë 1 vit e gjys unë përjetova dhimbje të tmerrshme, frikra të ndryshme, pabesi, të cilat kishin të bënin me vdekjen. Pyetja është nëse ka diçka për cilën ti je penduar ose diçka që ti ndoshta ka ndikuar në rrjedhën e jetës tënde, që e ka ndryshuar rrënjësisht, dhe një mesazh për gjitha vajzat e tjera, që ndoshta kanë kaluar dhe përballen me dhunën, por kanë frikë ti thonë stop. Atëherë, për çfarë jam penduar? Jam penduar për këtë marrëdhënie jashtëmase. Kjo do ngelet një traumë jetës time dhe nuk do ketë shërim për shumë kohë, dhe madje deri në vdekje. Jam penduar që nuk kam dëgjuar fjalët e vllait madh dhe i kërkoj falje publikisht. Nuk ka qenë dakord për këtë lidhje, por për hir të dashurisë që ai ka ndaj meje, më ka lejuar që unë me këtë person të vazhdoj, por më ka thënë që një ditë do bëhesh pishman dhe do më kërkosh. Mesazhi? Mos lejoni askënd të ngrejë dorë, të duani veten, të jeni të zonjat e vetes të pavarura dhe mendimi juaj është fuqia juaj e brendshme dhe duhet jeni të lirshme për çfarë dëshironi të bëni në jetë. Familja është gjëja kryesore, të afërmit dhe aty ku keni besimin më shumë, domethënë, t'i doni, t'i respektoni, sepse vetëm ata do ju gjenden në momentet vështira. Kaq kisha për thënë. E mbyllim këtu me këtë mesazh tëndin. Faleminderit shumë që e besove historinë tënde. Podcasti Diaspora Lindas Show ka qenë një histori vërtet tronditse dhe për gjithë ndjekësit që do ta shikojnë këtë intervistë përmes kanalit tim në YouTube channel, i ftoj të komentojnë, të shprehin mendimin e tyre, sepse do ketë shumë reagime për këtë histori. Ka një marrëdhënie këtu, marrëdhënia jote me ish burrin, e cila është akoma ka shumë pikpyetje. Vazhdon akoma, duket sikur diçka e mban të lidhur akoma këtë marrëdhënie, ka pasur gabime në rrugën tënde, gabime fatale për cilat ti e penduar sot, dhe mesazhi më i bukur është që familja është e para dhe që këshillat e familjes duhen dëgjuar gjithmonë. Gabime bëjmë gjithë, rëmbehemi gjithë, dikush rëmbehet nga drejtësia, dikush rëmbehet nga emocionet. Unë jam rëmbyer nga emocionet. Unë jam shumë emocionale. Faleminderit.
shumë. Faleminderit shumë. E mbyllim këtu sepse kemi edhe një erë shumë të paqëndrueshme. Falenderoj ndjekësit e podcastit Diaspora Reality Show që po na ndiqni përmes kësaj interviste. Mos harroni të bëni subscribe, share, like dhe comment. Mezi pres ju takoj në videot e radhës me histori dhe informacione shumë të rëndësishme.